Pa kaluar as 12 orë nga vetë dorëzimi në polici, drejtori i burgut të Rogozhinës është liruar nga paraburgimi, pasi u shpall më herët në kërkim nga Blut, i akuzuar për 4.000 rrënjët kanabis që u gjetën brenda objektit të tij në një fshat të Peqinit. Sipas burimeve, Bilal Hasa ka thënë se nuk e ka idenë se kush e ka mbjellë kanabisin brenda objektit që është në pronësitë të tij, duke deklaruar me tej se ka muaj pa shkuar atje. Madje ja ka kaluar përgjegjësinë të vëllai, duke thënë se për këtë objekt kujdeset ai. Në këto kushte, policia e Elbasanit ka shpallur në kërkim Romario Hasën. Në kërkim gjithashtu është dhe përgjegjësi i OSHE-s në zonën e Peqinit Ervis Maçi, që akuzohet për shpërdorim detyre. Lirimi Bilal Hasës ndodhi pa shkuar dosja plot në prokurorinë e Elbasanit me materialet përkatëse, pasi policia bëri verifikimet dhe duke nisur nga dëshmit por dhe nga veprimet hetimore, vendosi ta hetojë atë në gjendje të lirë. Gjatë operacionit të policisë nuk u gjet asnjë person brenda godines, e cila ishte kthyer në një shtëpi bari me të gjitha pajisjet e instaluara për kultivimin e kanabisit. Sipas grupit hetimor, operacioni mund të jetë dekonspiruar, pasi një laborator i tillë me 4.000 rrënjë kanabis kërkon patjetër persona që të përkujdesen për bimet. Brenda godines janë gjetur gjurmë ADN-je dhe prova të tjera, të cilat janë dërguar në laboratorin shkencor të policisë. Ndërkohë një transformator që mund të shërbejë për furnizimin me energji ishte vendosur në dispozicion nga OSHE për këto magazina, ku dyshimet janë ngritur pikërisht ndaj zyrtarit të këtij institucioni Ervis Maçi, që mund të ketë bashkëpunuar me kultivuesit e kanabisit.